Zgjedhjet e pjesëshme lokale në vend u kushtëzuan së shumti nga fati i kryebashkiakut Veliaj, i cili nuk arriti të bindë drejtësinë për ta liruar, ndërsa më 11 shtator kryeministri hapi rrugë shkarkimit të Erion Veliajt. Ai kërkoi Këshillit Bashkiak Socialist ta nisë këtë procedurë. E pas një vendimi me shumicë votash, Veliaj u shkarkua dhe nëpërmjet kryeministrisë, presidenca u njoftuar për 6 vakanca: Tiranë, Berat, Burrel, Tepelen, Cerrik, Vlorë. E teksa për 5 bashki, arsyeja ishte e njëjtë. Largimi i qytetarit të parë drejt parlamentit apo Këshillit të Ministrave për Tiranën u bë shkak mungesa e Veliajt në detyrë për mbi 3 muaj. Më 1 tetor 2025, presidenti Bajram Begaj dekretoi datën 9 nëntor 2025 për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëshme lokale në këto 6 bashki. Në dekret u përfshin të 6 bashkit, me theks që për Tiranën situata juridike ishte e diskutueshme. Në rastin e Tiranës, kryetari i shkarkuar Erion Veliaj ankimoi dekretin në kushtetuese, teksa me vot unanime të 9 gjyqtarëve më 9 tetor 2025 u pezulluan zgjedhjet në Tiranë deri në vendimin final që do të jepet pas seancës së 31 tetorit 2025. Kështu, sipas institucioneve zgjedhore, më 9 nëntor do të zhvillohen zgjedhje për vetëm 5 bashki përjashtuar Tiranën, përderisa procesi për Tiranën mbetet i ngrirë në pritje të vendimit të kushtetueses. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi projekt vendimin që fushata elektorale për këtë zgjedhje të nisë më 1 nëntor 2025. Afatet, regjistrimi i subjekteve politike deri më 11 tetor, kandidatura deri më 19 tetor. Subjektet kryesore kanë bërë publike listën e kandidatëve me të cilët pretendojnë të marrin drejtimin e qyteteve. Për Tiranën, Ogerta Manastirliu nga Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar mbështet Florian Binaj. Për Vlorën, Brunilda Mersini nga Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe Opozita në Vlorë mbështesin Dionis Sotën. Për Tepelenën, Gramo Sako, Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Gabriel Gumën, një arkitekt 26 vjeçar i kthyer në vendlindje. Për Beratin, Ervin Ceca, Partia Socialiste, Pavlo Shkarpa që po kërkon ndryshim në drejtimin lokal dhe ka mbështetjen e opozitës. Për Cerrikun, Florenc Doka nga Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Amarildo Hoxhën, mjek i ekipit të futbollit të Elbasanit. Për Matin, Altin Bojni, Partia Socialiste, Partia Demokratike mbështet Eduard Brahlikën, avokat. Fushata do të jetë relativisht e shkurtër, vetëm pak ditë nga njoftimi publik deri më 9 nëntor, ndërsa zyrtarisht ndryshe nga zgjedhjet e 11 majit kur u ngrit një strukturë për integritetin e procesit mes SPAK, policisë, KQZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme, fakt check mëson se më 9 nëntor nuk do të ketë një instrument të tillë.